mbylljen e dosjes 184. Në lidhje me këtë rast, ne e denoncuam që një ndër 64 si ditë ose 50.000 faqe përgjimi i korespondojnë 64 si dive dhe në mënyrë të paprecedent nuk e kemi kuptuar dhe vazhdojmë të mos e kuptojmë se si prokurori tjetër që vijon të amnistoj të gjithë bashkëpunëtorët e Erjon Veliajt në Bashkinë Tiranë, që quhet Klodian Braho, ka mundur t'i lexoj një sasi kaq të madhe përgjimesh për një afat 2 mujor dhe ka vendosur mos kompetencën për këtë çështje për ta kaluar në prokurorinë e Dibrës dhe nga ana tjetër, një javë mbas këtij vendimi, prokurori Klodian Braho ka marrë vendimin e KPK-s ose të vettingut që quhet për të qëndruar në sistem, vendimi i cili e ka bërë këtë prokuror të amnistueshëm ndaj shumë shkeljeve të ndryshme që ka bërë në cilësinë e tij si prokuror, por sidomos lidhur me dosjen 184, arsye për cilën fakt ne me kallëzimin shtesë i kemi kërkuar spakut, hetimin dhe të këtij prokurori. Nga ana tjetër, shumë e çuditshme është dhe lidhja e një prokurori tjetër që quhet Vladimir Mara me dosjen 184 dhe nëse shikoni dorëheqjen që ka bërë prokurori Vladimir Mara, thot që unë dorëhiqem nga dosja 184 për shkak të volumit të punës që kishte me dosje të tjera, por nga ana tjetër, ne kemi verifikuar dhe prokurori Vladimir Mara, jo vetëm që ka vijuar të marrë dosje të tjera në hetim, pra nuk ka patur asnjë lidhje me ngarkesën e tij në prokurorinë e posaçme dhe ndalimi i tij kryesor ishte lidhja që prokurori Vladimir Mara ka me personin e kallëzuar nga ne, që quhet Salis Kura, dhe për cilën ne kemi prova të mjaftueshme për lidhjen e tij me dosjen 184, por dhe me lidhjen e tij familjare me prokurorin Vladimir Mara. Për të kthyer ke shtetasi Gentian Keshi dhe për të faktuar para publikut jo lidhjen e shtetasit Gentian Keshi me dosjen 184, por dhe lidhjen e shtetases ose prokurores Esmeralda Keshi me këtë dosje dhe jo më kot e amnistuan këtë dosje dhe po të shikoni edhe vetë vendimin e prokurorit Dritan Premçi për shumë pjesë të veprave penale të kallëzuara nga deputeti Edi Paloka, por edhe për zyrtar të lartë të cilët u amnistuan nga hetimet në Dibër, këto vepra penale çuditërisht, duke qenë se dosja bëri atë ping-pongun e zakonshëm nga Tirana në Dibër dhe nga Dibra në Tiranë, shumë vepra penale u parashkruan dhe jo më kot kjo dosje nga më të rëndat në proceset zgjedhore është katandisur në dënimin e 4 zyrtarëve dhe këto vetëm për shpërdorim detyre. Kush është lidhja që ne kemi pretenduar?